Thonë na Fidan, sepse këto janë parti opozitore prej zorit. Këta janë në pozit, vish pëse s'pe i merë Kurtin në qeverisje. Jo. E këta janë do thonë kështu, na e kanë edhe këto 4 vjetë, së morëm kur gjëheq në qeverisje, presim zgjidhjet e ardhshme. E me qësi ndjenje, me qësi mendësie politike, Kurti nuk ka mundësi me u zvoglu. Jemi këty në studio mas një pjesë e modë opozitës nuk po flasim, për shkak nuk e di s'ka kena marrë për opozitën, sot i kumë fëtu opozitën që se mrana guvendit. E kumë fëtu PSD, në Lushi, mas një pjesë opozitës, opozita tjetër përveç se s'po di për shka, po nuk po folin harje dodh, i shvallajnë për të mirë, po zakonisht që shtojnë para stojisë është heshtja, një farë heshtje. Sonë në studio është në Lushi, në Mirua mirë semre, visja. Nancy. Nol, nuk e këna pas një qëndrim, kësa më të prej PSD-s prej momentit kur fillun ftesat e prej vendimit të ushtrusës të tyrës presidentës, kur tha kuvendi konstituohet prej shtatit. A i një dërzu krejt pilojës, apo po kështu një seri? Jo bre, nuk është të ndodhë kur gjo e re, prej asoj që a kemi thonë na. Që shteti, partit opozitarës po folin, edhe këto e kemi thonë na, Fidan, sepse këto janë parti opozitore prej zorit. Këta janë në pozit, vish pëse s'pe i merë Kurtin në qeverisje. Ja, zoti Hamza, PDK-ja është shumë i qartë, kanë thonë që nuk dojnë me nejtë, përveç disa zonave. Si shakoni sigurt, unë e kur e dëgjova Hamzën, tu fut në takim, tha na jemi këtu për me zbatu programin e Partisë Demokratike. PDK-s, po mas i duhet ta kemi vendosë, ta t'jemi në opozitë. Kur vendosi, mas takimit me Kurtin vendosi. Sigurisht, kam pas qëndrim edhe pozicion për çështjen e presidentit. Jo, që po shun ato, ky shkun aty në takim, me ato premtimet programore, me të ju ofru Kurtit bashkëqeverisje, Kurti sigurisht e ka refuzu. Po ha mendsojma, po. Normalisht, po, nëse e dekonstruktojmë atë një orësh, pra, fjalimin para futjes në takim me Kurtin të Hamzës, edhe fjalimin pas futjes. Nuk më është me shku në takim me Kurtin dhe me thonë, unë jam i gatshëm me zbatu programin ten, që i bjen t'i ki dëshirë me hynë qeverisje, sepse programin prej opozitës nuk më është me zbatu, edhe kur Kurti nuk të merë, me dalë me thonë, PDK-ja këtë 4 vjeqarë është në opozit. Qështë tash këta janë opozit e zorit në kuptimin që nuk po kanë qef me konë në opozit. Nuk po thëmë që duhet me qenë në qef i madhë me qenë opozit, mirë po kur e ki një pushtet me tënë këta numra, të qenurit opozit duhet më konë pak edhe vokacion edhe ndjenjë. Pra me të vlush zemra, me të vlush shpirti, për me i bo opozit një pushteti që është shumë i fort. E këta janë të thonë kështu, na e kanë edhe këto 4 vjetë, së morëm kur gjëheq në qeverisje, presim zgjidhjet e ardhshme. E me qësi ndjenje, me qësi mendësie politike, Kurti nuk ka mundësi me u zvoglu. Na e pom, 100.000 vota i hupi, as një vot nuk e morën shtes partit tona opozitare. No, okej, po thu që PDK-ja e refuzoj, edhe pse PDK-ja... Kurti e refuzoj. E refuzoj. Si pas që Kurti ka refuzu PDK? Po. S'kom dilema, a i gjithmonë e ka pas zgjedhjen e parë LDK-n, është shumë ma e brisht, sidomos tash pas problemeve të brendshme që dolen edhe jashtë. Si pjesë e veçantë të kjo pjesë. Po përnonim të PDK-ja. Po, aty këtu i kemi disa zona, që po thojnë, nuk e këshu më hu një mundësi, si shkuar mirë më hu një